Një tjetër emër i njohur i botës së krimit ekstradohet nga Dubai. Bëhet fjalë për Florence Chapia, kreu i organizatës kriminale me të njëjtin emër në Elbasan prej gati 2 dekadash dhe i akuzuar për disa krime të rënda, i shpallur në kërkim nga SPAK dhe GKKO dhe do të paraqitet para togave të zeza shqiptare. Florence Chapia dhe Ardian Chapia akuzohen si drejtuesit e kësaj organizate kriminale, teksa i dyti është i arrestuar dhe burgosur prej disa vitesh. Florenci mundi t'i shpëtonte arrestimit gjatë operacionit të koduar Plumbi Art, pas rrëfimeve të kreut të grupit të vrasësve me pagesë Nureddin Dumani, duke u fshehur në Dubai, ku dhe nisën procedurat për arrestimin dhe ekstradimin e tij. Vitet e fundit grupi Chapia, sipas përgjimeve, hetimeve dhe rrëfimeve të Dumanit, kishte hyrë në konflikt të përgjakshëm edhe me organizatën e Suel Çelës, po në Elbasan. Një prej dosjeve penale në ngarkim të tij është edhe ajo e atentatit të vitit 2006 me motive hakmarrje ndaj të ndjerit Fadil Mema, ish shefi të rrugores së Elbasanit që mbeti i plagosur. Chapia ishte arrestuar dhe hetuar atë kohë si i dyshuar, por gjykata e liroi më pas për mungesë provash. Mema u vra në Torino të Italisë në vitin 2015 teksa shpërndante gazeta dhe si organizator dhe porositës, dyshohet po ofisi Chapia, edhe pse nuk ka prova direkte. Gjithashtu, Florence Chapia bashkë me Ardianin akuzojnë si porositësit të atentatit të dy fisht ndaj Babebir po për hakmarrje, Gentian dhe Nezir Beriqi në Elbasan në 12 gusht 2012, teksa i pari ishte lënë arrest shtëpie nga gjykata për shkak të paralizimit nga plumbi që kishte marrë gjatë operacionit policor për arrestimin në kufi në vitin 2007. Gjykata e ka rihapur këtë hetim dhe proces ndaj tij pas provave të reja. Vrasjet janë bërë për hakmarrje, pasi Gentiani, i afërmi oficerit të ndjerë Mema, dyshohej nga familja Chapia si një nga atentorët në vrasjen e Sokol Chapia, vëllait të Florencit dhe Ardianit. Për këtë ngjarje, Ardian Chapia ka marrë burgim të përjetshëm, teksa janë dënuar edhe 5 persona të tjerë të përfshirë direkt si autor dhe ndihmës. Apeli i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka lënë në fuqi më 15 nëntor 2023 vendimin e shkallës së parë duke dënuar me burgim të përjetshëm Ardian Chapian, Florence Chapian dhe Olsi Lekun në akuzën e vrasjes së Nezir dhe Gentian Beqirit në 15 gusht 2012, ndërsa Etien Cani dhe Klajdi Dokoli u dënuan me nga 25 vite burg. Ndërkohë që bashkëpunëtori i drejtësisë Ervis Bardhi u dënua me 15 vite burg. Në 19 prill të këtij viti, GKKO dënoi me burgim të përjetshëm Ardian dhe Florence Chapian dhe Jorgo Lek, ndërsa Ardian Chapia ka deklaruar në gjykatë se procesi ndaj tij për vrasjen e Gentian e Nezir Beqirit në gusht të vitit 2012 është montuar nga prokuroria e Elbasanit. Prej disa vitesh SPAK dhe GKKO vijojnë procesin e hetimit pasuror, duke sekuestruar disa asete të tij në Pogradec dhe Elbasan. Babebir u vra në banesën e tyre ku Gentian Beqiri, alias Ardian Meta, ishte në arrest shtëpie dhe ruaj me 2 policë në derën e shtëpisë, pasi akuzohej si autori i vrasjes së biznesmenit të njohur Sokol Chapia. Ngjarje e kjo e ndodhur në dhjetor të vitit 2005, i cili dyshohet se u pagua nga fisi i Çelajve. Vrasja e Gentian Beqirit është kryer në ambientet e brendshme të banesës së tij, që ndodhet në lagjen sporti i vjetër në Elbasan, ku teksa qëndronte i shtrirë në krevat pasi ishte i paralizuar, është qelluar për vdekje me 7 plumba të një pistolete me silenciator dhe më pas mbytën edhe baban e tij Nezir Beqiri. Kjo ndodhi ndërkohë që jashtë derës së shtëpisë ruanin 2 efektivat e policisë, cilët u akuzuan më pas për shpërdorim detyre. Të arrestuar për këtë ngjarje janë i penduari dhe bashkëpunëtori i drejtësisë Ervis Bardhi, Olsi Leku, Etien Cani, Klajdi Dokoli.